Në ditët e sotme është shumë e vështirë të ndërtosh një familje, pavarësisht vendit ku ndodhesh. Në jetën e egër të Afrikës Jugore, 2 luanesha motra janë nëna të vetme, të cilave u duhet të kujdesen për të vegjëlit e tyre. Shoku dhe mbrojtësi i këtyre luaneshave ka humbur, duke i lënë ato të pambrojtura përpara meshkujve të tjerë, të cilët do t'i vrasin të vegjëlit e tyre dhe do të kërkojnë zotërimin e territorit. 2 nga të vegjëlit e tyre janë të jashtëzakonshëm dhe pothuajse krejtësisht të bardhë. Ata kanë një trashëgimi gjenetike të çuditshme. A mundet ngjyra e lëkurës së këtyre luanëve të ndikojë në mbijetesën dhe fatin e familjes së tyre? A duhet të përballojnë së bashku të gjitha rreziqet që i kanosen në pyjet afrikane? Për të mbijetuar, ata duhet të tregohen të zgjuar dhe kurajoz. Në pyjet e Afrikës Veriore gjenden kafshë të ngjyrave të ndryshme. Disa kanë një ngjyrë të qartë, disa të tjera një përzierje ngjyrash. Secila ngjyrë ka një qëllim të caktuar, të shpërqendrojë, të komunikojë ose të ndihmojë në fshehjen e tyre. Çdo gjë e rrallë apo e pazakontë testohet më parë. Ky do të jetë edhe rasti i disa luanëve shumë të rrallë. Këta luanë u lindën të bardhë si bora. Vetëm 3 këlysh të tillë kanë mundur t'i mbijetojnë botës së egër, që nga koha kur luanët e bardhë u dokumentuan për herë të parë në Timbaviti, në vitin 1975. Kushërinjtë e tyre janë 2 muaj më të mëdhenj, kështu që këto macet e bardha do të jenë gjithmonë humbëset. Por ata bien shumë në sy, e ndoshta kjo do të jetë një nga sfidat e tyre më të mëdha. Të gjithë këlyshët janë të rrezikuar, ndërsa hiena e kupton se ai është i vetëm. Ajo është vetëm 4 muajshe, shumë e vogël për t'u vetë mbrojtur. Hiena do të përpiqen që ta vrasin, por ato nuk arrin të shikojnë nënën e saj, që po rri e fshehur. Poshtë pemëve, ndodhet një luaneshe vogël, e bardhë. Ajo dhe motra e saj e tërheqin shumë vëmendjen e kafshëve të tjera. Nëna e tyre quhet Metimbria dhe është mbështetja e tyre më e fortë. Të 2 prindrit e tyre ishin mbajtës të genit, i cili bën që pasardhësit të jenë trashëgues të ngjyrës së bardhë. Mamaja e këlyshëve ngjyrë kafe është pothuajse e bardhë vet. Emri i saj është Kania dhe shpeshherë e thrasin e zbehta. Kjo është një familje e vogël, e përbërë nga 2 motrat dhe 4 të vegjëlit e tyre. Këlyshët e bardhë kanë një shpirt luftarak. Ata janë të etur për të fituar përkundrejt kushërinjve të tyre më të mëdhenj. Meshkujt janë më të fortë, por kushërirat e tyre janë të gjalla dhe më të vendosura. Të vegjëlit duhet të tregohen trima dhe të kujdesshëm, sepse nuk kanë askënd tjetër përveç se nënës së tyre. Babai dhe mbrojtësi i fisit të tyre është zhdukur. Ai mund të jetë vrarë nga kundërshtarët e tij. Por pavarësisht të shkakut të zhdukjes, mungesa e tij e bën familjen shumë të dobët. Familja e tij shndërrohet në objektivin kryesor të meshkujve të tjerë. Të 2 nënat kanë pikasur një luan të huaj, i cili po sulmon një grup buajsh.
One of their Njëri nga të vegjëlit e tyre u rrëzua. buffalo. Bualli do ta mbrojtë voglin e tij me çdo kusht, por ky luan i uritur nuk ja ka frikën. He has a brother Vëllai i tij afrohet për ta mbrojtur. Më pas, afrohet edhe vëllai tjetër. him up. These lions Këta luan janë nomad, të cilët nuk kanë një familje. Nomadët janë në kërkim të luaneshave. Ata janë 5 vjeç, në periudhën e tyre më të mirë. a strong Në një marrëdhënie të fortë si kjo, luanët janë të gatshëm të formojnë fisin dhe territorin e tyre. Tufa e buajve nuk mund t'i ndalojë, por ata do ta provojnë një herë. but they will try. The mother buffalo Nëna kthehet pas e dëshpëruar për të voglin e saj të mbetur pas. but it's Por tashmë është shumë vonë. the breeze Era i bën një paralajmërim të vogël dy nënave. Me timbria mund të ndjej aromën e të huajve. they're out Ata ndodhen diku atje. somewhere. A deep Nënat ushqihen nga një instinkt i brendshëm. mothers. They must Ato duhet të largojnë të vegjëlit e tyre sa më parë nga rreziku që u kanoset. far from Larg nga malet, të cilat ishin shtëpia e tyre, drejt një zone më të thellë, një territor të panjohur. into unknown territory. Kruger Parku kombëtar Kruger është shumë i gjerë. Ai ka një hapësirë pothuajse 2 herë më të madhe se parku kombëtar i Yellowstone-it. it's covered Ai është i përbërë nga pyje të dendura, të cilat ushqejnë një numër të madh kafshësh barngrënëse. all of Të these gjitha këto krijesa janë përshtatur në mënyra të ndryshme me këtë vend dhe të gjitha mund të shndërrohen në prenë e luaneshave. are prey for lions. Kruger is Në parkun Kruger jetojnë 2000 luan, ku çdo tuf ka territorin e tij. ruled with its own distinct territory. Matimba, Me timbria dhe kania nuk do të jenë të mirëpritura në territorin e luanëve të tjerë. they can only Ato mund t'i mbajnë gjallë të vegjëlit e tyre, vetëm nëse qëndrojnë larg këtyre territoreve. from now on. Nga sot e në vazhdim, kjo familje duhet të jetojë e fshehur. But wherever Por, they go, pavarësisht vendit ku do të shkojnë, ata do të lënë pas gjurmë. one of the three Njëri nga 3 luanët nomad ka rënë në gjurmët e tyre. Ai mund të ndjejë aromën e lënë pas. if the nomad Nëse i arrin, ai do t'i vrasë të vegjëlit e tyre. loves. That will bring Kjo do të kthente me timbrian dhe kania në territorin e mëparshëm dhe do të rriste mundësinë e çiftëzimit të tyre me këta luan. rival Rival të tjerë paraqesin një tjetër rrezik. Nëse këlyshët e tyre do të pikasen nga leopardi, ai do t'i vrasë me një herë. kill them. Hyenas Hienat gjithashtu. Këto kafshë nuk dëshirojnë të kenë rivale rreth e rrotull. heavy rain Reshjet e shiut shënojnë largimin e verës. the empty Lumi i thatë, tashmë rikthehet në jetë. to life.
Water bugs Kafshët në këtë vend janë të mësuara me ujin, por pavarësisht kësaj, ato mahniten nga pamja e krijuar. from all around Kafshët edhe nga zona më të largët afrohen e mblidhen pranë lumit. Ai u mundëson qenve të egër një rast të mirë për t'u shplodhur. but none Por askush nuk e shijon ujin më shumë se elefantët. the white cubs Luanët e bardhë tashmë janë 8 muajsh, ndërsa kushërinjtë e tyre 10. 10 months. This is Ky është një territor i panjohur për dy nënat. They don't know the Ata nuk e dinë se ku është vendi më i mirë për të gjuajtur dhe pylli është shumë i dendur. Preja e tyre mund të fshihet me lehtësi. sharp eye. Një sy i mprehtë mund t'i dallojë me lehtësi luanët e bardhë në pemët e gjelbra, shumë më përpara se luanët i shikojnë ata. After weeks, Pas një jave pa ngrënë, të vegjlit janë bërë kocke lëkurë. mother lion Luaneshat shpeshherë i braktisin të vegjlit e tyre, kur ata janë të dobët dhe të pafuqishëm, por me timbria po tregohet e durueshme. yet without Pavarësisht kësaj, nëse nuk marrin ushqim, fëmijët e tyre nuk do të mund të mbjetojnë. so the mother Nënat nuk kanë rrugë tjetër, veç se të kthehen pas në territorin e tyre, në Timbavati. to Timbavati. Up ahead, Pak përpara tyre ndodhet një rezervuar uji, një zonë e preferuar nga një grup i madh buajsh, një ndërpret më të vështira e më të mëdha të luanëve. of lion prey. To feed, Për të ushqyer, luanëve më paru duhet që të kalojnë buajt agresiv me brirët e tyre të rrezikshëm. a wound Një buall i plagosur është preja e tyre perfekte. as long as Për sa kohë që grupi qëndron i bashkuar, ai do të jetë i mbrojtur. but after Pasi shuan etjen, buajt largohen për të gjetur një vend më të përshtatshëm, grazing, the lane ndërsa bualli i çal është lënë pas. the injured Ky buall po strehohet në lum. Kjo është gjithçka që ai mund të bëjë. all his fate. It's Kanya. Matimba Kanja i dalloi dhe me timbria ndodhet përkrah saj, bashkë me të vegjlit. This will Ky do të jetë bualli i tyre i parë. Matimba Me timbria e kupton që nuk ka nevojë fare të fshihet. the buffalo Bualli është i pashpresë. but he's Por ai ndodhet shumë larg bregut. the buffalo Bualli po luan shansin e tij të fundit, por kur vjen puna tek uji, me timbria i humb përparësitë që ka. she's wet. Ajo është e lodhur dhe sikur kjo të mos mjaftonte, i shtohet edhe një problem tjetër. The stalk Gjahtarët tashmë u shndruan vetë në pre.
The elephant Elefanti bën të mundur që bualli të jetojë edhe pak më gjatë. longer. But the fact Mirë po familja është shumë e uritur për të hequr dorë nga ai buall. now, Matimbas Tashmë me timbria qëndron në pritje, ndërsa Kania ka një pamje të qartë të buallit. of the buffalo. The cubs are Të vegjëlit po mësojnë. Njëra luaneshesh përqendron kafshën, ndërsa tjetra pret të sulmoj. hours later. Pas disa orësh, bualli ndryshon vend, por në një drejtim të gabuar. Wisely. It's just Kjo ishte pikërisht ajo për të cilën Metimbria kishte pritur kaq gjatë. the buffalo. Bualli është shumë i dobët për të luftuar. The cubs Të vegjëlit afrohen të gjithë. the lioness Luaneshat u tregojnë atyre se si duhet të veprojnë. at last. Më në fund luanët e uritur e mbushën barkun e tyre. The pride will eat Familja do të ushqehet dhe do të pushojë gjatë gjithë natës. all through the night. The white cub Këlyshët e bardhë tashmë janë 10 muajsh. Në këtë moshë ata sulmojnë çdo gjë thjesht për t'u argëtuar. fun. Kanya Kania nuk e refuzon kurrë një ftesë për të luajtur. as from Ndërsa Metimbria bën detyrën e saj. Ajo është gjithmonë në ruajtje të familjes. still Pavarësisht kësaj, Kania mundohet gjithmonë që t'i ngrej humorin motrës së saj. the cubs Të vegjëlit i bashkohen kur shohin se edhe Metimbria po afrohet. spotted hyena Hienat janë në kërkim të ushqimit. Ato do të sulmojnë grupet, të cilat nuk kanë një mashkull në përbërjen e tyre. Pasi luaneshat të kenë kapur prenë e tyre, hiena do t'i afrohen për t'i larguar. Qëllimi i tyre është të sulmojnë ndonjë zebër. taken down a zebra. The cubs Të vegjëlit nuk mund të gjuajnë dot vetë, por nuk janë më aq të vegjël e të pambrojtur si më parë. the hyena Hienat janë vënë në lëvizje. the cubs Këlyshët janë mjaftueshëm të rritur për të mësuar si të përballen me hienat. Për këtë arsye Metimbria i nxjerr ata përpara. the Atmosfera është e tensionuar.
By scuffing Duke shënjuar tokën, Metimbria bën me dije se ky territor është i saj, e bashkë me të, edhe zebra e vrar. Matimba Ajo i lejon këlyshët të udhëheqin këtë përballje. The cubs advance. Ata shkojnë deri në limitet e territorit të tyre, por prapë qëndrojnë në pritje. Now Tashmë Metimbria u tregon si ta përfundojnë një përballje. a day like Një ditë e tillë e shndërron të voglin në një luan të rritur. Kruger's hot Ditët e ngrohta të verës në parkun e Krugerit janë të mrekullueshme për të pushuar. Kafshët duhet të lëvizin nga rrezet e diellit. Leopardët gjejnë hije lart në degët e pemëve, ndërsa luanët nën pemë. them. The leopard Luani nuk dallohet nga të tjerët, until deri në momentin që lëviz. and that Kjo lëvizje e tij bën që të vegjëlve të luanit t'u vijë një ide. it's May. Është maj, është fillimi i vjeshtës në parkun kombëtar të Krugerit. The cubs Luanët tashmë janë 11 muajsh. Ata janë rritur mirë nga nënat e tyre. Tashmë ata mund të ndjekin gjahun e të sulmojnë. they can now Sigurisht duke vëzhguar me intësi çdo lëvizje të nënës së tyre. everything. Çdo gjë është një lojë e drejtë për këta luan, Even the madje edhe preja më e gjatë. they've taken Ata arritën të kapnin xhirafën e vogël dhe të rroqin atë në një shkure, ku grabitqarët e tjerë nuk mund ta shohin. for extra Për të treguar të kujdesshme, nënat mbulojnë çdo shenjë që mund të lëshojë aromë të fortë. but there's a Por sot fryner, kështu që aroma mund të përhapet me lehtësi. spot. Something is a Diçka po afrohet. Majmuni është ai që sinjalizon rrezikun e parë. alarm. Whatever it was, Çfarëdo që të ketë qenë, duket se tashmë është larguar. the mother Nënat vendosen të kthehen sërish tek ushqimi i tyre. by dusk Të vegjëlit janë të ngopur. Gjithçka që ata tashmë kanë nevojë është një gjumë i mirë. sleep. But tonight Por sot nuk do të ketë pushim.
It's one of Është njëri nga 3 luanët. He charges again. Ai sulmon sërish, por me timbria dhe kanja rrezikojnë jetën për të mbrojtur të vegjëlit e tyre. Çdo rast që ato ndalojnë, fitojnë kohë që të vegjëlit e tyre të largohen. The mothers hold the Nënat mundohen shumë, por tashmë mbërrin edhe vëllai i tij. brother arrives. He moves in. Ai i drejtohet xhirafës së vrarë. And that's Kjo bën që sulmi të ndalojë. the mothers. Nënat nuk kanë asnjë mundësi kundër 2 vëllezërve, But the nomads, por vëmendja e meshkujve është e përqendruar totalisht te ushqimi. they'll settle for the giraffe kill. The cubs. Këlyshët mund të presin. Now, the two mothers. Tashmë nënat kanë vetëm një qëllim, të gjejnë të vegjëlit e tyre. The family. Familja u bashkua sërish. Ata do t'i lënë meshkujt me ushqimin e tyre të vjedhur dhe do të largohen pa u ndjerë. Slip away. By August, the dry winter Në gusht vendi transformohet i tëri. Bari thahet sërish, dies back. Trees. pemët i humbin gjethet e tyre. Winter. Dimri është ai që e bën më të gjallë këtë hapësirë. It's an Kjo është koha perfekte që luanët e rinj të mësojnë të sulmojnë. the hunter. Gjahtari duhet të tregohet i duruar, i qetë dhe i fokusuar. Focused. In these Në kushte të tilla, ngjyra kafe e luanit përshtatet mjaft bukur me ngjyrën e shkureve, por nuk mund të themi të njëjtën gjë për luanët e bardhë. the kudus Antilopa e dallon këtë të fundit dhe ja mbath. lesson, Mësimi mbaroi. but will Luanët po fillojnë të mësojnë gjithçka u duhet për të sulmuar. hunt. It's now no Tashmë jemi në nëntor dhe re të reja shfaqen mbi qiell. season. The bush Pylli rikthehet sërish në jetë. life. The cubs Këlyshët po bëhen gjithnjë më të fortë e të fuqishëm, ndërsa luanët e bardhë më të dallueshëm se më parë. by December. Në dhjetor luanët e bardhë mbushin 18 muaj, ndërsa kushurinë e tyre 20.
Their real Tashmë ata janë luan të vërtet, ndërsa lojrat e tyre ngjasojnë me një gjuhëti të vërtet. The pride has Familja ka mundur të vrasë një tjetër gjiraf, por ushqimi i tyre po tërheq vëmendjen e të tjerëve. for the next Gjatë gjithë kohës, hienat i kanë ndjekur pas, në kërkim të ushqimit, duke pritur që ato të zënë prenë e radhës. But today Por sot ka diçka që nuk shkon. not right. The hyena Hienat u zhdukën papritur. Dawn Agimi e gjen familjen të tronditur nga një tjetër sulm i nomadëve. they gather Ata mblidhen për të marrë ngrohtësi dhe për të forcuar lidhjet e tyre. the mothers Nëna dhe luanët e bardhë nuk kanë asnjë lëndim, por vetëm një luan ngjyrë kafe por merr pjesë. Tjetri po tregohet pasiv. the other isn't responding. He lies Ai po qëndron i shtrirë dhe ka një të çartë të thellë në trupin e tij. his mother Nëna e tij Kanja e kupton se diçka nuk po shkon ashtu siç duhet. so Po ashtu edhe vëllai i tij. he only Ai largohet gjithnjë më shumë drejt pyllit. the instinct Ky është veprimi që bëjnë të gjitha kafshët e lënduara. Fshihen. his brother Vëllai i tij kthehet tek e ëma dhe e fton për të luajtur. but for the Por për herë të parë, Kanja refuzon. an hour later Pas një ore, i vogli i gjor nuk mund të qëndrojë dot i ulur. his condition Gjendja e tij sa vjen e përkeqësohet. his brother Vëllai i tij i afrohet dhe e inkurajon për të ngritur. the cub I vogli po luan. his mother Nëna e tij gjendet pranë, por nuk mund të bëjë asgjë për ta ndihmuar. but there's nothing she can do. Still Pavarësisht kësaj, vëllai i tij e provon sërish.
10 minutes 10 minuta më vonë, ai ndjen një dhimbje therrëse. and then Dhe më pas, pushon së marrur i frym. his family Familja e tij afrohet e pasigurt. and then Matimba Pastaj afrohet me Timbria dhe Kanja. approach. In some Në këtë qetësi të çuditshme, të vegjëlit e kuptojnë tragjedinë që i ndodhi familjes së tyre. one of his Njëra nga motrat e tij të bardha i jep lamtumirën e fundit. and finally Dhe në fund vëllai, shoku i tij më i ngushtë. companion. Kanya's cub I vogli i Kanjas ishte 20 muaj kur ngordhi. Humbja e tij ishte një goditje e madhe. blow. The cub's death Vdekja e të voglit solli me vete edhe rreshjet e dimrit dhe një cikël i ri fillon në parkun Kruger. across Kruger. It's time for Është koha për kërcimet çiftëzuese të zogjve kokkuq. the red-crested korhan. It's been two Kanë kaluar 2 muaj nga humbja e të voglit të Kanjas, por jeta vazhdon. but life goes Ajo ka edhe një këlysh tjetër të vetin, për të cilin duhet të kujdeset, si dhe 2 këlyshët e motrës së saj. every day. Çdo ditë paraqet sfida të reja për këtë familje të vogël. After a Pas një sulmi të dështuar mëngjesin e ditës së sotme, luanët e bardhë janë të uritur dhe nxisin nënën e tyre të gjuajsërish. then something Papritur syri u zë hutat, të cilat kanë dalluar leopardin me prenë e tij të freskët. they've spotted a leopard with a fresh kill. A tall tree. Pema e gjatë është mundësia më e mirë që ai ka për të ruajtur ushqimin e tij. The young lion Luanët e rinj kanë mësuar se kur ka huta, atëherë ka edhe një ushqim të lehtë për të vjedhur. Sigurisht, nëse do të mund të friksojnë pronarin e tij.
The cubs spent Të vegjëlit e kanë kaluar pjesën më të madhe të kohës duke u ngritur në pemë dhe tashmë është koha që të marrin shpërblimin e tyre. the white cub Luani i bardhë nuk është aq i zoti sa leopardi, por pavarësisht kësaj, ai mund të marrë ato që dëshiron. now it's Tashmë është radha e kanjas, por ngjitja nuk është edhe aq e lehtë për luanët e rritur. she can't Ajo nuk mund të ngjitet si të vegjëlit, por mund të kërcej. after all Pasi gjithë atij mundimi, arriti të merrte vetëm një këmbë të hollë. it's the tawny Tashmë është radha e këlyshit të saj. Tashmë ai peshon pothuajse sa kanja, vetëm forca e madhe që ka bën të mundur ngjitjen e tij në pemë. he is as Ai është po aq i zoti sa leopardi dhe zgjedh pjesën më të mirë të mishit, e jo vetëm kaq, por ai i hedh edhe një pjesë të mirë nënës së tij. this tree Aftësia e tij për të ngjitur në përpemë do ta ndihmojë shumë në të ardhmen, kur ai nuk do ta ketë më pranë vetes me timbrian apo kanjan. Vjedhja e preve të leopardit do ta ndihmojë atë të mbijetojë ditëve të tij të vështira. it's June and Tashmë jemi në qershor. Është një datë e rëndësishme për familjen. the white cub Luanët e bardhë janë 2 vjeç, pothuajse të rritur. they've survived Ata i kanë mbijetuar të gjitha sfidave dhe vështirësive për të arritur në këtë ditë. they also Ata kanë edhe një shtëpi të re, larg nga luanët nomad, a place një vend të quajtur Kusiri, it's një vend i pasur me lojra. they took Ata mundën ta rrëzonin një buall gjatë natës, but once por si gjithmonë, hienat ndodhen pas tyre. a brave one, Njëra nga luaneshat e bardha është e gatshme për t'i sulmuar. one hyena she can handle Ajo mund ta përballojë një hien, por një tuftë të tërë është diçka tjetër. she moves to Ajo afrohet për të përballur me to, duke pasur besim në vetvete. Është si nëna e saj, jo më si një fëmijë. no longer a cub right from the Që nga fillimi, ajo kujdeset i friksoj hienat. intimidating the hyenas she scuffs the Ajo gërvisht tokën si për të treguar kush është pronarja e këtij territori, ashtu si nëna e saj bëri në të shkuarën. she is so Ajo ka aq shumë vetbesim, sa që shtrihet përpara tyre. the hyenas Hienat e marrin këtë si një shenjë dobësie dhe fillojnë t'i afrohen. they come Ata e rrethojnë nga të gjitha anët. 13 13 hiena. she lets Ajo i lejon t'i afrohen
dhe më pas është radha e saj për t'u hedhur në sulm. The hyenas Hienat e dinë se nuk mund ta kalojnë dot këtë luan. at sundown Me perëndimin e diellit, hienat largohen papritur. flee. It's a large Është një luan i madh, i cili niset në drejtim të familjes së vogël. Matimba Metimbria vihet me njëherë në lëvizje për të mbrojtur familjen e saj. This Ky male mashkull është i ri, nuk është nga vëllezërit që i kanë sulmuar më parë. he calls a Por lëvizjet e tij nuk duken të jenë kërcënuese. Matimba Pavarësisht kësaj, Metimbria mban një pozicion agresiv dhe niset drejt tij. but he doesn't Me sa duket, ai nuk dëshiron të luftojë. a white Luanesha e bardhë, edhe pse e friksuar, i afrohet nënës së saj për ta mbështetur. now the Tashmë e gjithë familja i bashkohet Metimbrias. hyena Ndërsa hienat përfitojnë nga ky moment për të vjedhur ushqimin. time to get Është koha për të kthyer te ushqimi, përpara se hienat t'u arrëmbejnë të tërin. Matimba Metimbria duket se e ka kuptuar që ky luan është ndryshe nga të tjerët. Ajo kthehet drejt familjes së saj, duke lejuar që luani ta ndjek pas. male to follow her. The family Familja është ende në gatishmëri, but he isn't por ai nuk është këtu për t'i sulmuar, por për të kujdesur për to. but first Por pavarësisht kësaj, gjëja e parë që ai bën është i drejtohet ushqimit të tyre. it will take Atij do t'i duhet pak kohë sa të fitojë besimin e tyre, kurse luaneshat tashmë e kanë një mashkull në mesin e tyre për t'i mbrojtur. by the time Duket se ky mashkull e ka siguruar tashmë një vend në familjen e bardhë. pride Kanya Kania është luanesha e parë që çiftëzohet. a new Tashmë po fillon një kapitull i ri për këtë fis luanësh të bardhë. Matimba Krijesat të tjera të Metimbrias dhe Kanias do të vinë së shpejti në jetë. Kushëriri i luaneshave të bardha tashmë duhet të nisë rrugëtimin e tij i vetëm, ndërsa motrat e bardha kanë një jetë të tërë përpara. they're the first Ato janë luaneshat e para të bardha, të cilat mundën të arrinin moshën e pjekurisë në këtë pyll të egër pas 2 dekadash. Suksesi i tyre deri në këtë pikë ka qenë mbreslënës. they began Ata filluan si fëmijë të vegjël e të pambrojtur, u bën luanesha të forta e të guximshme. for the past 2 Në 2 vitet e kaluara, ato e patën të vështirë të mbjetonin jetës së egër në parkun e Krugerit dhe vështirësitë atyre u vinin si shkak i ngjyrës së tyre të bardhë, por ato ishin me fat, sepse kishin 2 luanesha të mrekullueshme që u kujdesën për to. U mësuan gjithçka që ato duhej të dinin. their future Tashmë e ardhmja e luaneshave të bardha do të varet nga aftësitë, bashkëpunimi dhe zgjuarësia e tyre.
Will they A do të bëhen ato gjuetare të zonja e të rrisin të vegjlit e tyre në vitet e ardhshme? Historia e luanëve të bardhë në parkun e Krugerit, sapo ka nisur.